Protesta dhe vetëm protesta është rruga e vetme, shpresa e vetme, që shqiptarët i japin narkodiktatorit atë që popujt guximtari u kanë dhënë, atë që i dhanë dikur diktaturës parë, po atë që i dha Bangladeshi, autokratës, atë që i dha Nepali, autokratit, t'i japin Edi Ramës shqiptarë dhe sa më parë. Ajo është një sfidë, i poshtrim që u bërë shqiptarëve. Ju vjedh, do t'ju vjedh, që për mua s'ka drejtësi, që gjykatën kushtetuese e marrë si një lezë zvarë e zvarisë, dhe bërë ato që i them, që këtu ligjin e bëj unë dhe ligje kushtetuta janë letër e vdekur. Pra na edhe do flasin qytetarët. Është koha e qytetarëve tani. S'ka asnjë surprizë. Ja u them unë ju, nuk heq imunitetin e saj, sepse ajo ja ka bërë të qartë. E merrin si kështu ju me si shakate kur unë thosha që ajo ka genin terrorist. Ka patur gjyshin vras serial. Po, nuk shkon ajo kurban për Edi Ramën, mos kujtoti. Ajo ka kryer krimin, po e ka kryer për Edi Ramën. Ajo është doresi, po porositë që është Edi Rama. Kemi të bëjmë me këtë, pra kemi të bëjmë me një moment që vetëm populli mund ta zgjidhte. Dhe do ta zgjidh populli. Do ta zgjidhin qytetarët, do të provojë Edi Rama guximin e qytetarëve. Do të provojë Edi Rama se si guxon të thotë qytetarëve që u kam vjedhur do t'u vjedh. Nuk ka patur situatë tjetër kur në Shqipëri. Ai duhet t'jap dorëheqjen me njëherë. Të largohet me njëherë nga qeveria, t'jap dorëheqjen dhe të krijojë qeveri teknike për të bërë zgjedhje. Kjo është e gjithë puna. Dhe të mos bllokohet drejtësia. Partia Demokratike është e tëra në protestë tani. Do jetë protesta dhe mbi të gjitha protesta qytetare ajo që do t'i jap zgjidhje kësaj situate katastrofale që ekziston në Shqipëri.